Përshëndetje dhe mirë se vini në Art Sezon, një podcast dedikuar artistëve dhe sidomos kineastëve shqiptar kudo në botë. Sot jam shumë e gëzuar sepse kam të ftuar një aktor shumë të njohur, jo vetëm në Shqipëri, por sidomos në Gjermani. Madje mund të them që në Gjermani është në një farë mënyrë ambasadori ynë më i mirë. Dhe kur përmendet emri i tij, nuk ka se si mos na bëj vetëm krenar. Mirë se vjen në Art Zone, Kasem Hoxha. Mirë gjithë Arsela, faleminderit për ftesën. Gëzohem shumë që të kemi të bashkëbisedim së bashku. Ti je në një moment pauze, ke një ditë pushimi, sepse në fakt je në mes të xhirimeve të një seriali, po unë do ta nisi çik më kështu. Je në Split të Kroacisë, si është koha aty, si po mban? Sot u ka prishur, ka filluar qysh dje, po në fakt gjithmonë ka qenë kohë e bukur, edhe kur filluan xhirimet kishin kohë shumë të bukur, kështu që mund të them nuk duhet qami se ka dhe më keq kur jeni në Gjermani. Prandaj të pyes sepse e mira dhe një nga avantazhet e të qenit besoj aktor është edhe kjo, apo jo, që ku ke mundësi të xhirosh në vende të ndryshme të botës, ke edhe mundësi të vizitosh ato. Çfarë bën në kohën e lirë, Kasem? Thesh në turist? Si funksionon me ty? Dhe ishte mrekulli, po që se do kisha mundësi të thesha në turist, kemi kohë edhe tje sigurisht. Nuk është se ne vetëm punojmë fundjavë, sidomos kemi ose kur ka festa. Se ne edhe kur kemi festat në Gjermani, ne na lejohet të bëjmë pushime edhe këtu në Kroaci. E the shumë bukur, është një privilegj që ne punojmë atje ku të tjerë shkojnë për turizëm dhe një nga qytetet e tilla është për shembull Spliti. Të mendosh që nga fundi i marsit, fillimi i prillit, dhe tani është të merri vërtet, saqë ne dalim nga qyteti me xhirimet, se nuk xhirojmë dot pranë në qytet, aq shumë turista ka. Por jo vetëm Split, kudo ku jemi, në qytete të tjera, në shtete të tjera, është sinqerisht privilegj kur mendon që punojmë atje ku njerëzit shkojnë për të bërë turizëm. Kjo është privilegj ato ndoshta. Në fakt, ti tani, siç e tham, je duke xhiruar të Dekoracion Krimi, pra është një serial prej 9 vitesh tani më, ti aty ke rolin e komisarit. Si mendohet të vazhdojmë më gjatë ky serial, si janë premisat? Ti je gjithmonë aty, je shumë i suksesshëm në Gjermani atë. Në fakt, ne si aktor bëjmë gjithmonë kontrata disa vjeçare përpara. Në fillim fare nis, si thua, me atë testimin që të ketë sukses, të kemi shikues, kur punon për kanale televizive shtetërore, dhe ky është për kanalin televiziv shtetëror ARD të Gjermanisë, ato i kanë projekt të varur me shikueshmërinë e publikut. Do të arrisësh një farë kote, dhe nga që ne jemi prime time në orën 20:15 në filmat, më thonë është një orë shumë decizive dhe kemi konkurencë të mërshme nga njëherë, se nga që i tenjtë, në darkët. Ka shumë varësi, dhe në qoftë se ti nuk arrin dot këtë lloj publikumi, sidomos hapet e para në themi episodin e parë, 2, 3, 4 maksimumi, ato e heqin pastaj prapë. Por ne si duket pasi pasur fat, dhe me sa shoh videot e fundit jemi gjithmonë veni i parë, veni i dytë, ti tenjtë. Kemi arritur 6 milion, 7 milion, 8 milion është normale, shikues. Okej, Gjermania është shtet i madh. Tu nuk numërohen fare shtetet tjera gjermanofolës, flasim vetëm për gjermanofolësit brenda Gjermanisë. Është një kohë shumë e mrekullueshme që i jep mundësinë producentëve që të thonë, "Okej, ne pasim një publikum për këtë format dhe na ka dhënë mundësi pastaj gjithmonë kontrata 2 vjeçare, 3 vjeçare, por që unë kam për 10 vite." Do të thotë, ka evidenti dhe jemi të detyruar të vim këtu dhe kam si tu shfirmosur para kontratën. Po kjo tregon suksesin atë që the ti. Kështu që pritshmëria është shumë e mirë, si duket është kjo është një format i lezetshëm që të thotë nuk ka filluar me Croatian Krimi ose Croatia Crime ose krimi kroat, po ta përkthejmë në shqip. Po ky format ka filluar me qytete të tjera, ka filluar me Istanbul në fillim fare. Pastaj ka pasuar në Vienën, me Venedigun, Sadiun dhe Venecë ka një format vetë në Gjerman. Shqipëria që nuk ka arritur te Shqipëria, ta lëm te Kroacia. E kemi diskutuar, është diçka vete. Jam pyetur shpesh që të bëjmë edhe Tirana Krimi. Mungon infrastruktura që duan këto sepse këto duan të gjejnë një infrastrukturë aty ku vinë. Se nuk janë vërtetë këtyre pastaj ne përflasim për buxhete europiane, përflasim për buxhete hollywoodiane, tani që përflasim
në Split gjërojnë edhe amerikanët, dhe ato sjellin traket e tyre të plumbosura që ta kalojnë doganën, një transport i vetëm ma unë është 200-300 euro. Për çfarë flasim? Kupton, janë buxhetet marramendse, po gjejnë komplet infrastrukturën e ngritur këtu. Kupton? Mi po Shqipëria e ka shumë të dobët akoma, dhe ato e mendojnë këtë gjë. Ta shikon, ne nuk duam që të flitet më për krim në Shqipëri, tani më Shqipëria njihet për Bregdetin, kudo, të paktën këtu në Belgjik, o besoj edhe aty në Gjermani, thonë, kam patur dikë që vizitoi Shqipërinë, kështu që gjithsesi reklam është, po duam që tani më të flitet më shumë edhe për pjesën le të themi të bukur të Shqipërisë, atë pjesën atraktive, udhëtime të tjera ose të kthehet në destinacion turistik. Sa më shumë të flitet për Shqipërinë, aq më mirë është. Absolutisht e drejtë. Nuk është se këtu në Split, që është vend të mërësisht turistik, ose në Dubrovnik, ne kemi dëgjuar në Dubrovnik shpesh, në Zadar, në gjithë ishut që kemi rreth qark të Splitit, nuk do të thotë që është vend kriminal. Por në çdo vend ndodh një krim dhe ne si komisar jemi të detyruar ta zgjidhim. Dikur ishte komisari Rex. Në këtë këndvështrim, ose në Shqipëri për shembull do njihet si vend kriminal, ose shkojmë në Barcelonë dhe luajmë spanjollët, ose shkojmë në Venecë dhe luajmë italianët, edhe emri nuk është gjerman, është kroat. Ka se me që po na përmend tani se ti përmend, do gjithë to vende që ke xhiruar, udhëtuar etj. Ke një vend të preferuar? Ke një vend që të pëlqen shumë nga gjitha vendet që ke vizituar? Për të xhiruar apo për të xhiruar në përgjithësi, në një vend që të ka impresionuar, ka dhënë përshtypje? Përgjithësi janë gjithmonë qytetet e mëdha që janë impresionuese për aktrimin, siç është Berlini, Amsterdami, mund të jetë Parisi, mund të jetë Londra, mund të jetë New York, sepse to jeta shumë intensive, jeta shumë e ngjeshur, shumë e tëndër, provon dhe shumë histori të ndryshme. Janë qytete të mëdha ato që faktikisht që janë të preferuar për edhe për aktorët, për producentët, për regjizorët, për skenaristët, të cilët si thua shfrytëzohen në ngjarjet e tyre që ndodh. Unë do të thoya qytetet e mëdha janë ato faktikisht që preferohen. Me shumë dëshirë, prapë në Berlin do kthehesha me dëshirë për të xhiruar, sepse Berlini ka të mërësisht shumë vende të bukura kinematografike, ku mund të xhirosh histori të ndryshme. Që Berlini unë vetë nuk e kam vizituar ende, ka një vibe, një jetë dhe shumë rini dhe po dhe jetë të gjallë. Berlini për mendimin tim është, unë jam shpesh në Berlin. Para se nuk jetoj në Berlin, por jam shpesh në Berlin, agjencia ime është aty, aktorët, producentët, studiet të mëdha, Babelsberg, janë afër Berlinit, pastaj është Berlinale, janë shumë evente të tjera, unë jam antari i Akademisë Gjermane, takohen shpesh në një muaj në muaj me njëri tjetrin, që të gjithë shumica e këtyre unë fatkeqësisht nuk arrit dot të proces të bashkëngjiten. Por Berlini është një qytet që të rëmbën, dhe që të thithë, shumë i madh, sa që të kesh shumë luftë me vetëm tënde të ruash identitetin tënd. Në Berlini nuk është, ka një vibe shumë të rrugës, siç e the ti, por ka dhe anën tjetër, ndoshta është kjo ajo që e bën shumë dimensional si qytet, ku secili mund të gjejë vendin e vet, no? Është një qytet që është në zhvillim e sipër, është një qytet që të mërësisht ndryshon nga dita në ditë, ndoshta edhe nga vetë historia që kanë, por sa vite kanë, 45 vite që janë bashkuar. Dhe Berlini lindes në Berlinin e Perëndimit, dhe çdo gjë si thua po zëvendësohet, po shpërndoset. Më shumë po i jepet vëmendje edhe pjesës lindore, po ta zhvilluar edhe atë. Është shumë qytet interesant. Po nuk jam për të jetuar aty, unë vetë si kasem, për shembull i shmangën pak Berlinin, se ka një vogël shumë të madhe, ka një turistni shumë të madhe, dhe më bën mirë që jam pak më i tërhequr. E në fakt të shkojmë aty, ku është vendi yt, Gjermania, vendi që të ka adoptuar, po që tani më aty jeton prej shumë vitesh, ka ndërtuar karrierën, jetën tënde personale, nuk mbahet për atë motin e ngrohtë me diell, po ti si ja bën, je përshtatur apo jo? Ç'mendon? Ndoshta ka ndryshuar klima, edhe këtu ka ndryshuar klima, pastaj unë jam në Trekëndëshin, në qytetin ku banoj është Trekëndëshin, janë Gjermani, Belgjik, Holland, dhe është gjithmonë gri, kemi shumë shi,
Edhe qyteti ku bënem është pak dhe si ngrop, kjo vjen edhe pastaj që e bën edhe më të rëndom. Por është ajo që the ti që njeriu u përshtaska dhe ndoshta edhe unë jam përshtatur, por që e ndjej shpesh që më mungon dielli, më mungon ajo klima jonë poshtë, më mungon ajo aroma e shtetit tonë që e vendimit tonë. Sado që të jemi këtej, sado që të jemi integruar, të kemi arritur diçka, mendoj që rrënjët nga vinë bëjnë prapë të vetëm. Na përheqin. Dhe pak a shumë atë pyetje që bëja unë që a mungon Shqipëria edhe për një njerëz të realizuar si ty, për një aktor shumë të njohur në Gjermani, për një njerëz që ka ndërtuar se ti je larguar shumë njerëz, po. Le të themi pjesa më të mirë të jetës e ke ndërtuar në Gjermani, do të thotë prapë të rrastin në rrënjë? Do ka qenë, është do të mbesi besoj kështu. Shpesh diskutojmë dhe me shoqërinë dhe ti e ndjen këtë kur je distancuar nga Shqipëria për disa kohë dhe fillon prapa i malli, fillon ajo dëgjon diçka, i së don për Shqipërinë, shkëmben me njerëz të Kujtimet emotive që të pastaj familja, unë telefonoj shumë shpesh me familjes, se mos me nënën time që duam një gjithçka ndoshta si çdo njeri nga ne. Pra kam miqësi shumë të mirë, kam shoqëri shumë të mirë, është komuniteti artistik që kam lidhje mrekullueshme me të gjithë. Po janë shumë gjëra, shumë faktorë që mua më tërheqin. I lëm pastaj ato që përmendëm më parë, jo klima, jo deti, jo dielli. Janë aspekti më emocional dhe ai që edhe me që ti po e cek edhe është momenti në fakt, u bën shumë vite, ti ke qenë një nga ata djemoshat që ndoshta përkundër atyre fjalëve që u përdorën nga autoritetet dhe pushtetarët e asaj kohe, unë do t'u quaja shumë guximtar, shumë kurajoz, pra ishe nga ata djem të rinj që ju bashkuan ambasadave, fillim të viteve 90. Kam një pyetje Kasem, kur mori këtë vendim, ti ishe një djalë shumë i ri, çfarë mendoje? A kishe ëndra? A mendoje gjëra të mëdha? Apo edhe ato ishin të limituara? Unë mendoj dhe shumë veta më javën të drejtë në mendimin që kam. Në ato vend aq të izoluar që ishin ne në jetë në diktaturë ku nuk ishin ndikuar nga asgjë nga perëndimi, ku ti nuk di asgjë se ç'bëhet në botë. Mendoj që këtu nuk ka vend për të pasur shumë ëndra të mëdha. Ti nuk kesh një imagjinat se si mund të jetë ëndej, ti nuk kesh vetëm një iluzion se si mund të jetë për te muajve diktatoriale, por në atë moshë, pas në isha dhe i ri, ti nuk mendon për gjëra të mëdha, është dhe mosha ndoshta, ti mendon thjesht diçka të shtyn nga brenda, diçka është një trysni, për ju të vërtetës do të themi që unë vi nga një familje përsekutuar, një familje e dënuar, nga një familje e vuajtur, sepse të gjithë të kemë qenë të vuajtur nga ana diktatoriale, por të krahasosh me ato që u dënuan, me ato që u persekutuan, me ato që u internuar, atëherë ne kemi qenë pak në një vend më komod, si thua, kupton? Dhe po ti lidh kështu gjërat dalë atë përfundim që edhe ato pak ëndra që ishin, që mund t'i fantazonim, që mund të krijon një iluzion, ishin shtytëse ndoshta që tu nuk shtyhet më, ndoshta vjen një moment edhe nga kushtet familjare, edhe nga kushtet familjare e kam fjalën jo vetëm nga ana ekonomike, por edhe nga gjithçka përsëritet po në të njëjtin vend, asgjë nuk ndodhe re, nuk shef ndonjë ndryshim të madh, dihet përfundimi je 20 vjeç nga ushtria, ti kur të fejohesh, të martohesh, po patë fat të marrësh një apartament vogël, të shkruajnë nga familja, do bosh edhe punën tënde të to. Dhe ndoshta ishin këto ngacmimet që ishin jo në sipërfaqësore, por janë të shtypur, janë nën vete. Ato vinë vetvetiu si duket, janë ngacmime të brendshme. Ti e kupton se ne nuk lejoheshim të flisnim, ne nuk na lejohet të flisnim. Edhe nëse do doje ti nuk mund të shprehje dot. Po ndoshta janë prapse brenda që të ngacmojnë, edhe ti krijon një pak kënaqësi që tu duhet të ndodhet diçka
ku erdhe një moment, mendoj që impulsi i brendshëm ishte ai që më shtyu dhe thotë o tani ose kur. Dhe u marr një vendim i brendshëm se jemi ke fjala që nuk mund flisim, dhe kujt të t'ia thoja dëgjoj se unë dua të hiqi, dëgjoj se kam marrë vendimin. Pra ishte shumë e sikletshme për të gjithë ato që e marrën atë vendim. Le të themi që në ato kushte mos e të kuptueshme në Shqipëri të varfër, do thënë, nëse ti ëndërroje lirin, besoj. Po jo, Gjithmonë besoj se çdo njeri nga ne si fillim ndërron lirin. Pastaj çdo që tjetër vjen. Liria është ajo e pazëvendësueshme, liria është ajo që është motori shtytës për gjithçka që vjen mbrapa pastaj. Po si thash, ne nuk kishim mundësinë që të piqeshim në mënyrë të tillë duke menduar më se sepse do të mendosh që të piqesh dhe të vish në këto lloj ideash, pikërisht në atë moshë të re, dhe ti je i formuar që ta kuptosh se ç'është liria, ne nuk e kishim atë mundësi. Ne thjesht e imagjinonim. Ne nuk e kishim shijuar as në moment atë lloj lirie. Që të themi, wow, unë e di se ç'është liria. Ne nuk e dimë. Do të thonë ishte diçka vetëm në imagjinat. Po ti kërkoje diçka që ta kërkon shpirti, ta kërkon zemra. Flasi i them prap atij impulsit brendshëm. Që diçka nuk është okay, diçka nuk shkon, diçka duhet ndodhi dhe ti nuk e di se çfarë do të ndodhi. Mi po pak pritet ti po e ndesh, po e hasete që ti ke kërkuar gjithë kohës, pa e kuptuar dhe vetë se si vijnë gjërat. Dhe ai moment është shumë decisiv, dhe ai moment lidhet gjithçka me lirinë. Dhe ato ditë kur kemi qenë në ambasadë brenda, ditë e para ka qenë shumë do të thoya shumë impresionuese, shumë emocionuese, i çliruar, po edhe i friksuar, i tensionuar, i shtypur në tension, në emocion, nuk dije se çfarë po bëje, do duke vetë sikur ishe në ajër, do duke vetë sikur se prekë tokën fare, nuk e çoje mendin që ke uri apo s'ke uri. Domethënë isha komplet si një bir. Dhe gjithë këto gjëra formojnë një dallë që vetëm të shtyn përpara dhe ti shpreson që kjo dallë vetëm të jetë pozitive dhe të na shtyjë vetëm përpara, sepse ka edhe dallë që do të përmbysin. e vërtet se në ato kohë besoj, nuk e di tani ti si thua, nuk e di as vetë, domethënë se ku ishe kërkoje diçka në kërkim të lirisë të jetën më të mirë, po kishe besoj edhe peshën dhe frikën e familjes se çfarë mund të ndodhte apo jo, se ishim akoma në fillimet e të gjitha lëvizjeve të viteve 90 apo Absolutisht e drejtë. Kjo ishte ana tjetër pastaj, ishte pjesa tjetër pastaj. Këto të cilësoj që vetë si ka sen kisha marrë vendimin, ne ishim 5 fëmijë, dhe mendova një nga ne mund sakrifikoj. Por këtë gjë unë sigurisht që nuk mund t'ia thoja vëllezërve dhe motrës, as nënës, papa im kishte vdekur. E maja për veten time këtë gjë, dhe gjithmonë me mendimin, po që se ja dal, do jem me siguri edhe për ju një mbështetës, do jem edhe për ju një ndihmës, Mi po duhet kaluar ky hap i sakrificës një herë. Dhe të shpresojmë që ky të jetë i suksesshëm, dhe nuk duhet ta mendoj edhe sot siç mund t'i ndodhte familjes, nuk duhet ta mendoj edhe sot siç mund t'i ndodhte nënës time, sepse me që të ne ishim sistemi diktatorial, sistemi komunist, kishte filluar si thua të dridhe, pazamenti po i shembej në këmbë, por prapë ne s'ishim të sigurt. Kam dëgjuar këtu nga podcasti që kemi bërë te Botschaft për stacionet gjermane, dhe isha dhe në ambasadë i ftuar për t'i parë edhe një herë lokacionet origjinal që kishin ndryshuar komplet, sidomos rreth e qark ambasadës. Dhe aty kam dëgjuar shumë gjëra që janë shokuar se sa e rrezikueshme pas ka qenë jeta jonë brenda në ambasadë. Gjëra që sigurisht unë i kam tani, sepse ne Buja Limanin realizojnë dhe mikun tim e dua shumë, kemi menduar të bëjmë një skenar të tillë, po qytet shumë i vështirë, vitet kanë kaluar, ishte prezion që e mban mend brezët e ri që kanë ardhur, e dinë si histori, po shumica për vitë vërtetës ka pas një dyndje
në ambasadë apo po kaq. Dhe nuk e dini historinë tamam. Breziri, nuk e di breziri, ka nevojë breziri të hedhë syt pas tek historia. Kjo është vërtet. Dua ta vazhdoj pak rrjetën këtu në Gjermani, sepse përveç këtyre momenteve që ti i tregon sigurisht, ke qenë nga ata djemë të rinj që u bashkon ambasadave, siç e thua dhe ti vetë 35 vite më parë, dhe historia jote besoj përket shumë, edhe ndoshta edhe nga teleshikuesit që na shikojnë dhe që janë tani më të vendosur në përballë ku e ka ndërtuar jetën, po le të themi pas kësaj dallgës së parë, unë do të vi tek momenti që ti tani më je jo vetëm i përshtatur, ke ndërtuar një jetë, një karrierë në Gjermani, por do të ndalem edhe një moment tjetër, nëntor të vitit 2022, presidenti i Gjermanisë Steinmeier vjen me një delegacion në Shqipëri për një vizitë dhe aty shoqëron edhe Kasem Hoxha. Në tregon pak më tepër për këtë. Sepse unë do të thosha që ti tani më je ambasadori, sigurisht, unë e di që jetojnë shumë njerëz në Gjermani, që punojnë, që janë suksesshëm në atë të tyre, po le të themi të vërtetën që kur je një artist, kur je një personazh publik, përfaqëson pak të gjithëve. Përfaqëson pak është ambasadori ynë. Faleminderit për kompliment. Ndoshta arti bën diferencimin, sepse këtu ka dhe sportist, ka dhe shkencëtar, ka dhe biznesmen shumë të arritur, që janë të gjithë shqiptar, kanë ardhur në mënyra të ndryshme, në rrugtime të ndryshme, dhe ja kanë arritur vetë, në mundësitë e veta, shumë për të respektuar, është shumë për të lavdruar në arritjet e tyre. Mirë po si duket është arti që përfaqëson diçka tjetër, është arti që është ndoshta më i veçantë, ose flet një gjuhë më të përgjithshme, dhe kështu pata fatin unë të më zitë mua presidenciali i zyrëve presidenciale të presidentit gjerman. Kjo edhe mua më ka befasuar shumë, sepse siç e thash, krahas këtyre njerëzve të mrekullueshëm, ka dhe artistë të tjerë po të mrekullueshëm në fusha të ndryshme në Gjermani që janë shqiptarë të arritur. Zyrat presidenciale bën ftesën nëpërmjet agjencisë ku unë jam aktori atyre, dhe ato më dërguan një email proud of you, më të madhe. Unë kuptoja çfarë emaili është ky. Ato më kishin dërguar direkt ftesën në Bashkëngjitje sigurisht. Dhe i mora në telefonuam dhe thanë që e rrallë, shumë e rrallë, i ftuar nga presidenti gjerman për vizitën e tij mbas 27 vitesh që po i bëhet Shqipërisë, dhe ka krijuar një delegacion nga fushat ndryshme, ekonomike, politike, shkencëtare, por edhe për artin. Dhe në fushën e artit të ka zgjedhur ty se një deri për arritjet që keni arritur në Gjermani, të ti marrë në vete dhe ta shoqëroni, ishte 2 ditë në Maqedoninë e Veriut dhe 2 ditë në Shqipëri. Steinmeier e njihte vetë Shqipërinë, nga bisedën që kam pasur me atë afër, ne kishin kohë me njëri tjetrin, në mëngjese, të hanim darkën, apo në avion, dhe flisnin. Dhe më befasoi sa shumë e donte Shqipërinë, ka qenë si ministër i jashtëm në Shqipëri më përpara, tani po vjen si president. Domethënë vetë ai personalisht e njihte Shqipërinë, por si president, mas 27 vitesh, po vizitonte Shqipërinë. Kjo ishte, mendoja, një arritje e madhe, mund të jetë një highlight i jetës time, një nder, por edhe nga ana tjetër kënaqem që ai mori edhe një shqiptar me vete për t'i treguar shqiptarëve që ja unë po ju sjell birin tuaj mbrapsht të suksesshëm. Ky është jo vetëm joni, por është dhe juaj, ai me këtë mesazhe në Shqipëri. Dhe kjo më sigurisht më gëzoi shumë, se tha shumë ëmbël, tha shumë bukur, dhe gjithmonë përdorte atë fjalën sa që flisën me mua, Manjum, sa është kështu me zër, Manjum do thot birim, kohës, më sigurisht që thoja zoti president, respektoja gjithmonë me ju, kurse ai flisën direkt, Manjume. Dhe kjo ka mbetur tek ne, kjo llojësie, saqë në diskutime sipër, kur ai donte ta dinte edhe më tepër, për takimin duhet mendosh që po zgjatemi çiksi shumë ke kjo pyetje e presidentit, po do ta ndodhë shumë shpejt.
do të mendosh që unë do kem qenë shumë i filtruar, sa ato nuk marrin, mund të jesh arritur, por mund të kesh pasur një ditë Sa kaluar. ton të gjitha, ata e dinë se kë kanë ftuar, kështu që Po, domethënë edhe ai do të një të kuptonte që më njeh shumë mirë, por nuk është si i di në detaje gjërat e mia. Tani ka se si ti di. Dhe u ngazëllua shumë nga historia në ambasadëve si kisha ardhur dhe i interesonte shumë kjo përpunimi të së kaluarës. Dhe po ta shohësh në gjithë temat që kam pasur në shoqërimin e presidentit, ai më merrte me vete për shembull në muzeume, kishim një bashkëbisedim lëkish, kishim bashkëbisedime të ri, se ç'po ndodh, për rrugtimin, suksese, ai më merrte me vete, që gjithmonë pranë atij. Se jo komplet delegacioni është në çdo takim me vete, se ne ishim 50 veta, 60 veta dhe aty merret një grup i vogël, 3-4 veta, 5 veta që shoqëron presidentin pastaj. Të tjerë që ndahen për destinacione të tjera. Edhe ai më tha, dhe i thash pikërisht tash kjo përpunimi së kaluarës ne e kemi reflektuar tek një episod të serialit Primi Kroacin. Dhe ti interesoj, më shpjegon pak, tha, ja shpjegova. Dhe pikërisht ashtu është kjo episodi 14, por që ka qenë një ide imja, u po pastaj u kthye në film, në skenar. Dhe ky interesoi shumë dhe tha, a ka mundësi ta para se të jepet për herë të parë në kanalin televiziv gjerman të ta bëjnë premierën tek mua, tek kështjella Bellevue, ku ai ka presidentin. I thash filmi nuk është imi, megjithatë unë do pyes produksionën, do pyes RTL-ja. Argërsimi. Po, dhe ato marrë nuk do vinin kur gura në rrugë, ato gëzuan shumë dhe biles pretendonin që të vinin dhe ato si ekip për të bërë premierën së bashku. Mi po ai tha jo, premierën duhet ta shihni vetëm me Kasemin. Dhe ekskluzivisht. Sigurisht që ato jo s'u ndjen të fyer, të ofenduar, po nuk e prisnin këtë reakcion dhe ne kishim një kinema privat aty, ai me njerëz të tij sigurisht, e shijuam shumë, erdhi dhe bashkëshorti aty që ishte shumë tifoze e këtij seriali. Dhe ne kemi mbajtur këtë lidhje saqë vjet më ftoi po prap për një event që ai i ka çdo vit, po tek kështjella Bellevue, i ka një event kulturor dhe sigurisht unë si pjesë e kulturës prap më ftoi. Domethënë e treta herë, teksa radhe mora dhe bashkëshortë me vete. Të tregon që lidhja është e fortë ka sen dhe Po, i kemi lidhja është vërtet një akoma. besim për ty. Pra aq kohë sa ai do jetë president, besoj se do kemi akoma marrëdhënie bashkë, po edhe ndoshta ndonjëherë edhe privat, se ai është shumë shpesh edhe në zonën tonë, Bonn, Köln. Megjithatë, unë mendoj që ka të bëjë pikërisht me atë që thash më parë, që ai të vlerëson si figurë, ti tashmë më je qytetar gjerman, megjithëse tani më ke raporte më të ngushta me të, por përsëri mbetesh një figurë që na përfaqëson dhe na përfaqëson të njëjtisht. Tani fakti që jeton në Gjermani, edhe e thash që ti sigurisht që ke shumë role që luan në Gjermani, po ke edhe shumë filma shqiptar ku ke luajtur. Tani unë do ta nis pak nga kjo. Kur ty të jepet një rol, si mendon? Çfarë mendon? Në çfarë gjuhë mendon në fillim? Si kur e ndërton atë rol? Si mendon ka se? Kjo është shumë interesante. Nuk e di pse e prisja këtë pyetje. Më një. Është e çuditshme. Dhe kjo është një reakcion që është i vetëdijshëm dhe ti nuk e kupton se si mendimin nganjëherë edhe të kthura. Shqip, gjermanisht, shqip. Nganjëherë të kap ndoshta të ka ndodhur ty, biles të kur bisedon me dikë të shpëton ai fjalë gjermanisht, nga që është montuar dhe ke më kollaj, ke më thjesht. Dhe po kështu është edhe në mendime, besoj se nuk është ndryshe, por që në shumë të rasteve e kap veten mat duke menduar shqip. Dhe kjo vjen nga diçka. I kalojmë prapë asaj që diskutuam përpara, nga vi unë, kam marrë një moshë të madhe, jam pjekur në Shqipëri. Ndjenja ime është çdo ndjenjë ime është formuar me gjuhën shqipe. Kam qarë për herë të parë shqip, kam qeshur për herë të parë shqip, kam bërtitur për herë të parë shqip, kam sharë për herë të parë shqip. Dhe të gjitha këto janë elemente që formojnë njëri, që përbën njëri. Dhe si thon japonezët thonë ma jep fëmijën tënd në moshën 9 vjeç dhe po ta kthej 11 vjeç mbrapsht nuk është më fëmia jot. E kupton sa do të thonë se është, do të thonë janë momentet e pjekura të pjekurisë që ato kanë ndodhur të gjithë në Shqipëri.
Sado që unë kam 35 vite këtu, sado që unë jam shumë integruar, sado që unë kam miqësinë gjermane, unë prapë ndjenjat i kam shumë të forta në shqip. Dhe kur janë në role emocionuese, unë i kthehem shqipës. Dhe piles më besosh që shpesh e kthej komplet fjalin në shqip. E përkthej vetë në shqip, nuk mund ta përkthesh dot një minut, por marr kuptimin, thelbin e fjalisë dhe e kap veten mat se çfarë emocioni çliron tek mua dhe mundohem pastaj ta kthej në gjermanisht. Është gjëja e emocionit, apo jo? Absolutisht. Madje kam pasur kam bërë shumë shpesh seminare edhe pas shkollës, edhe gjatë shkollës së artit, sepse e kuptoja që artistët e sot mëson, unë edhe në këtë moshë nuk mësoj. Unë mund të mësoj edhe më vonë. Sepse dalin gjëra të reja, dalin forma të reja, ti vetë gjithmonë je në zhvillim si çdo njeri nga ne, në fushën e vet. Po në art ndoshta është ajo që nuk ka asnjëherë pushim. Arti është gjithmonë në ecje sipër dhe ky John Kostopoulos vite nga Amerika, nga Actor Studios, që nxënësit e tij kishin qenë shumë të mëdhej, nuk flasin për Meryl Streep, flasin për Marlon Brando, flasin për Al Pacino. Pa ishte shumë i madh, në moshë 78 vite, unë flas këtu 5 vite më parë, dhe ai i adhuronte shumë aktorët e teatrit gjerman. Ti nuk i shef në filmat tonë, me ma thotën e. Ti nuk i shef në seriale, nuk i shef në kinema. Ato janë të disponuar vetëm për teatr, ato e kanë ndarë mendjen vetëm për teatr. Ato luajnë në sallë të mëdha, ato luajnë Richard Pesa, Richard Stadt, ato luajnë role që oh my god, se përpallon dot si aktor normal. 3-4 orë vetëm monologe. Memorie të mërshme. Ato e mësojnë një rol dhe e mbajnë 5 vite. Ka një ndarje midis roleve në teatr dhe në kinema në Gjermani? Jo, nuk ka, por janë vetë aktorët që e shohin vetëm në teatr. Dhe ato janë aq shumë të profesionuar, janë aq shumë të avancuar sa që janë shumë të rrallë në botë. Ato punojnë me sense memory, me method acting, punojnë me metoda shumë të ndryshme, saqë siç më tregon ky, janë 3 aktorë thotë në botë që kudo që të jenë, unë do të hyj avionin dhe shkoj më njëherë me pa dhe pse jeton në New York, le të jetë Paris, le të jetë Londër, le të jetë Berlin, sepse e di që ai aktor tjesit qesh, qa, i ka kështu. Ai nuk i provon, ai nuk i bën në mënyrë teknike, ai i provon sepse i ka aty. Dhe këto është shumë të rrallë në botë, po thaj. Dhe ku duhet total me këto që po të tregoj, domethënë ishte një profesor që kishte parë shumë në jetë. Edhe thotë ne ishim shumë nxënës të ndryshëm, italian, shqiptar, gjerman, me fjalë komunitetet të artit në Gjermani, por vinim nga vendite të ndryshme. Dhe sa e kushto që dilte për të demonstruar një ushtrim që na ikte ai sigurisht, një improvizacion, një ushtrim, ai thotë të lutem stop, ka sen shqip. Ti mendon shqip, po ti s'do më kuptosh, nuk ka problem thotë. Nuk duhet ta di fare se çfarë flet. Shoh emocionin, shoh syrin, shoh trupin, shoh lëvizjen, shoh këtë. Kjo më intereson. Nuk më intereson se çfarë do flasësh. Edhe nuk ka ngulitur në kohë dhe thoya wow, domethënë është vërtet ajo që unë e kam djerë vet, emocioni është në shqip. Sepse unë jam i formuar në shqip. E megjithatë ti performon, edhe në filma gjerman, edhe në filma shqiptar, arrin ta përkthesh këtë emocion edhe ta përshtatësh pastaj, po që gjua e parë dhe emocionale është gjua e nënës, kështu dhe. Sigurisht, çdo artist ka për detyrë të mësojë një gjuhë. Por dua të them që unë kam bërë shumë audicione në italisht online, ti prapë e kërkon emocion edhe në italisht, edhe në turqisht, edhe në rusisht, edhe në anglisht, edhe në gjermanisht, sepse ti do punosh më shumë. Ndoshta nuk e jep 100% si në shqip, sepse është mos e normale, por ti prapë i afrohesh shumë rolit. Po të ndihmon, të themi se një gjuhë huaj pretendohet që gjithmonë ti duhet nisësh nga gjuha më për të mësuar. Për shembull, nëse unë duhet të mësoj anglisht, i bie që do ta nis nga shqipa anglisht, jo nga gjermanisht, se ti gjermanisht shumë mirë. Po kështu është dhe me artën si duket që gjithmonë emocioni është në shqip. Pastaj ti përpunon për gjuhë të ndryshme që të funksionojnë. Por që mendoj unë 100% s'do ketë asnjëherë. Madje kam pasur një rol të babait tek filmi Bono të Bone, shumë i suksesshëm ai, film kinema në fakt, por që kaloi edhe ke Netflix, Amazon Prime. Dhe
luaja rolin një baballaje të trishtuar shqiptar, i cili humbi fëmijët nga që ishte shumë patriarq. I mbata asaj të vjetës, mi pa harroj që këtu jeta avancon, jemi në Gjermani, brezat ndryshojnë, jemi të bëjmë në komplet një pjesë tjetër, që jetojnë ndryshe, që e kuptojnë ndryshe jetën, dhe nuk mund ti detyrosh ti metodat e një jetese para 90-të, në viteve 90, që i kenë marrë me vete nga Shqipëria. Dhe ajo më bëhet ta shëroj një vajzë tjetër, do të thonë bëhet lesbe, dhe kjo ishte për këtë e fundit. Dhe aty kërkoj një emocion shumë të fortë, shumë të fuqishëm, sa që ne kemi improvizuar atë pjesë, sepse nuk kishte se si ndryshe. Dhe aty e kam vënë re që funksionot edhe në gjermanisht shumë bukur. Do të thonë shumë emocion i fuqishëm, se që mendoja edhe në shqip, ndoshta nuk do ta arrisja më mirë. Edhe në Shqip, ti ke patur bashkëpunime, unë po përmend disa nga filmat, sepse janë disa bashkëpunime që ke patur me regjisorin Bujar Alimani, si që është për shembull filmi Delegacioni, Bigjëresha Shqiptare, Kron. Përveç se e kuptoj që rolet ishin mosetarira, se ishin edhe në gjuhën e nënës, kështu që ti i ke si themi ne në Shqip i ke qarë. Me Bujar Alimani keni bashkëpunuar sepse keni një farë miqësie apo sepse temat që ai ka trajtuar ty të preknin ose të pëlqenin të luajë si rol? Sigurisht të dyja bashkë, po jo se kemi qenë miq bashkë, sepse ne njiheshim ndoshta intern me njëri tjetrin. Bujari ka jetuar në Greqi, unë kam jetuar në Gjermani. Bujari filmat e tij të parë ka bërë në Greqi. Pastaj u angazhua më tepër në Shqipëri dhe për fat mirë që arriti të angazhohet më tepër në Shqipëri. Aty u njoh me filmin e atij Amnistia, i cili ishte pjesë e festivalit Berlinale. Në një nga Berlinale nuk është se ka vetëm titullin e madh Berlinale, por Berlinale ka dhe shumë si themin ka dhe shumë performanca të tjera ku marrin pjesë për shembull kinematografia e ardhme e Gjermanisë, kinematografia e të rive sot, ka shumë rubrika të ndryshme. Një ndërtohet të panorama, janë disa, dhe një nga këto rubrikat po aq të rëndësishme të festivalit merrte pjesë Amnistia, që më sa ti unë ka duhet të çmim aty çmim atëherë, dhe unë njihesha me Luli Bitrin, aktoren kryesore, nga filmi që kishin xhuar bashkë Live ose Gjallë, Arta Minarollit, dhe në kohën e Berlinales, më sigurisht isha pjesë e Berlinales, isha në Berlin, dhe më fton, por Bujar nuk e njeh atëherë e njeh si thash intern nga larg, nga filmat që i kishte bërë, që dëgjuar shumë për Amnistinë, e kisha parë më pa Amnistinë. Dhe pas premierës ose pas shfaqjes në Berlin, ulëm gjithë bashkë dhe aty lindi simpatia e parë për njëri tjetrin. Bujari si gjithmonë një mik i dashur, një mik i mirë që krijon atmosferë miqësore, që të bën të ndjehesh mirë. Mund të të pyes cili ka qenë roli yt i parë, filmi yt i parë në Shqip? Normal do thoya Alive, Gjallë, i Arta Minarollit, të ndjerit Arta Minarolli, por kam pasur edhe një rol të vogël, po unë nuk do ta thoja, nuk ta quaja atë sepse nuk ishte vendimtar të regjizohet Kane. Do thoja që filmi i parë në Shqip ka qenë Gjallë, roli im i parë. Gjallë. Po ti vet aktrimin edhe rolet e para nuk i ke patur në Shqip, i ke patur në gjermanisht apo jo? Gjithë në gjermanisht, po. Pra ke ardhur më vonë në bashkëpunim me regjisorët shqiptar. Shumë vonë në Shqipëri, madje mos kishte qenë ai kontakti me me Arta Minarollin, ndoshta do kishte zgjatur edhe shumë vite të tjera. Jo se unë më njanoja Shqipërinë ose e mbaja lart, por jam shumë i koncentruar këtu, nuk kisha atë kontaktin e dur, se Shqipëria nuk është se ka ndonjë kinematografi me 100 filma në vit, e ka aty vend për të gjithë, ka aty role për këto. E me gjitha të këto festivalet e filmit i e the vetë, Berlinale ndihmojnë edhe për të socializuar dhe për të krijuar kontakte, siç i krijove për shembull me regjisorin Alimani. Unë do t'i quaja festivale, nuk do t'i quaja vetëm festivale, por biles do t'i quaja edhe panaire, ku ne kemi mundësinë të kontaktojmë njëri tjetrin. Dhe ashtu është aty shef po. Rrjetë komunikimi. Sigurisht, aty shef aty takon regjisor, takon skenarist, takon
kinastët tjerë, të takon distributorët, të takon producentët, të takon këdo. Na përmend pak të gjitha këto serit ku ti, sepse tani ti ke projekte që vazhdojnë dhe unë të kam lënë deri te Maxton Hall, që ti merr pjesë dhe që shfaqen në platforma të ndryshme digjitale që ta di edhe publiku. Maxton Hall ka qenë një fenomen faktikisht, i cili ka arritur 6 javë e para, 8 javë e para, gjysmë miliardë shikues në gjithë botën. Ato kanë bërë një premierë monsterioze. Dhe vetë si aktor ndjehesh i humbur, aq premierë e madhe ishte, sa që kishin ftuar nga 40 shtete grupe fansash, Italia, Portugalia, Amerika Latine, kishin ftuar dhe ato dhe transmetonin live premierën në gjithë vendet e ndryshme të botës dhe imagjino se ç'është bërë me atë film. Kisha fatin që më dhanë rolin e trajnerit. Kishin një ekip, domethënë shkolla e Cambridge-it, shkolla të tyre të pasur të Londrës, ku qenë fëmijët e tyre që ato krahas mësime kanë dhe kanë dhe ekipet e sportit. Lacrosse quhet ekipi i sportit, nuk e di se sa njihet në Shqipëri, apo vetëm më parë nuk e njeh edhe shumë. Nuk besoj se njihet shumë, po. I trajnoja këto dhe jam shokuar se çfarë dimensionesh mori filmi, mori seriali. Sapo kemi prodhuar dhe sezonin e dytë, po Maxton Hall që do jepet këtë vetë, filloi të shfaqet, po pa tek Amazon Prime. Dhe i treti do xhirohet në kushtet e këtij viti. Me sa di vetëm 3 sezone janë planifikuar. Po kështu edhe seriale të tjera. Kam pasur fatin të marr pjesë në disa seriale në Netflixin, Aftësa Morten, fjalë vrasje me ndërgjegje është komedi e zezë. Tani bile si po flasim për fillojnë xhirimet e sezonit të dytë. Edhe vetë Kroacën krimi është serial, por kemi pasur në Beth e Place që është nominuar këtë vit për Cannes për rubrikën e serial. Ke ndonjë preferencë midis roleve në kinema dhe atyre në seriale apo çdo gjë për ty shumë? Normal që do të thoja kinemaja është Champions League. Kinemaja ka nxjerrur star, kinemaja i prodhon star. Edhe sot ka star serialesh, por si kinemaja mendoj unë ndoshta do arri edhe seriale një kohë që të prodhoj starat e kalibrit të kinemas, por për momentin nuk i shoh. Domethënë kinemaja është magji, kinemaja është diçka tjetër, kinemaja është ne që brezëjon që e ka projektuar dhe më shpesh se brezëri sot e ka më kolla i shoh në iPhone, një film që ti mund ta shoh vetëm kinema, e shoh pa problem në iPhone. Kjo është atyre, s'do thotë gjë. Domethënë e megjithatë roli është rol. Fama është ndryshe, por roli është rol. Mund të jetë një film studentash, mund të jetë një film serial, mund të jetë një sigurisht që ti do ka seriale dhe seriale, ka telenovela, ka të thënë soap. Aty pastaj ti e din shumë mirë që ato nga që nuk kanë shumë kohë dhe prodhojnë shumë, ti vjen të mësosh tekstin dhe të dalësh para kamerës dhe japësh tekstin, nuk të lejohet më tepër. Domethënë kjo të frenon dhe ti nuk atë e menjanon, nuk merr pjesë, edhe pse pagesë shumë e mirë, kanë pagesat madje në Gjermani thuhet, nëse 1.5%, 2% jetojnë nga filmi, 98% do të bëjnë një punë të dytë, punë të tretë. Imagjino sa të mërshme është. Ato aktorë që hyn ke kjo kategori 1.5% dhe 2% janë aktorët e telenovelave, sepse kanë kontrata disa vjeçare dhe kanë një punë të vazhdueshme. E që prodhojnë shumë episode për çdo muaj, dhe ato janë për ditë televizion, ta kanë kontrate me shumë marramense. Dhe jetojnë ato. Dhe nga që pagojnë edhe asistentën sociale, madje edhe kur xhirojnë, një muaj, 2 muaj ato marrin nga asistentë sociale, kjo për shembull për ne nuk është e lejueshme. Domethënë është e çuditshme nga ana e pagesës dhe nga ana e artistike. Janë dy gjëra të ndryshme që janë të dyja të nduese. Tu nuk po shkoj për ana artistike, por është ana pagesë është shumë të nduese. Ja, megjithatë dhe një mesazh sepse mirë keq nuk është se nuk kanë të drejtë, po shumë aktor, artist në Shqipëri pikërisht për këtë ankohen, po ti e the që edhe në Gjermani apo edhe nëpër Europë, jo sepse bën aktorin dhe ke jetë luksi, mund të detyrohesh të bësh edhe një punë të dytë.
Pra, ky është realiteti në fakt. Te atyre. Deri para disa vitesh një punë të dytë. E bëj dhe sot me kënaqësi një punë të dytë. Por nuk është ajo puna e dytë më që për të mbijetuar, për të mbajtur si thosh artin. Deri dje kam pasur të detyrueshme që një punë të dytë ta mbaja që të mbaja artin, sepse nuk doja ta humbja artin. Shumë veta në rrugtime sipër e humbin artin, sepse kanë ato për të paguar një qira, kanë ato për të Bijetesa prevalon. dhe ti nuk mund të prezësh gjithë jetën që do të vi roli jot bomb dhe ti do shpërfesh, do kalosh nga sot me nesër. Pastaj ne jemi në Europë, nuk jemi në Amerikë. Shumë njerëz e kanë në kokë hollywoodianat. Hollywoodianat nuk janë 100-200 veta në gjithë botën, por aktorë mund të ketë miliona. Domthon ose madje po të themi jetojnë në një shtet që prapse ka një kinematografi në krahasim me europianët monstruoze, shumë të fuqishme, shumë të paguar mirë, shumë të strukturuar mirë. Edhe këtu ti të duhet fatit, duhet ku të hapat një dritare, të hapet një derë, të kalosh vetë, por amon të jepet një mundësia. Dhe kjo është ajo që mungon në Shqipëri fatkeqësisht, mos i bini që ka super talente, ka super aktorë të mirë, artistë të mirë në përgjithësi në Shqipëri, por që nuk u hapet kjo dritare ndërkombëtare, kjo derë ndërkombëtare që të tregojnë vetëm. Pikërisht tu dua të bëj një pyetje. Çfarë mendon se i mungon ose që duhet përmirësuar në kineman, në kinematografin shqiptare? Ndoshta lidhet edhe me temat që po thoshe më përpara. Çfarë mendon ti që i mungon ose që duhet përmirësuar kinematografin shqiptare? Është një pyetje që na është bërë shpesh dhe ne gjithmonë i munduar të themi diçka. Shqipëria ka për të treguar akoma shumë. Mendohet që Shqipëria ka treguar, por Shqipëria ka për të treguar akoma më shumë, ka shumë histori. Mi po mungon një sistem i qëndrueshëm si punë Gjermani, i cili jo vetëm që i mbështet artistët dhe i përkrah artistët, por i sjell ato në arenën ndërkombëtare. Dhe sado që të kemi shumë për të treguar, por që se nuk kemi këtë sistem të qëndrueshëm që i siguron anën financiare, që i siguron buxhetet, i siguron edhe bashkëpunimet me ndërkombëtarët dhe të dalin filma nga Shqipëria, të prezantohen në fushat ndërkombëtare, në qoftë se ky sistem nuk arrihet dhe në qoftë se ky sistem nuk instalohet, ti mund të bësh çfarë duash, filmat do të ngelen nëpër sektar. Dhe këtu flas edhe për buxhetet financiare shumë të vogla që ka Shqipëria në disponim për momentin, ose që i ka pasur gjithkohës, ose se janë rritur shumë, ose nëse është rritur një shumë qesharak në krahasim me buxhetet ndërkombëtare. Dhe kjo pengon të talentuarit, jo vetëm artista, jo vetëm regjisor, jo vetëm skenarista, të cilët nuk mund të trajtohen ose të themi më mirë, nuk i vjen mundësi për të trajtuar edhe më tej, sepse nuk është shkolla e mbaruar vetëm se ti shkove tek Universiteti i Arteve ose se bëre një lice. Jo, shkolla vazhdon, po dal prapë këto teme që tash parë që un kam bërë vetë shumë seminare, kam pas fatur, akoma sot shkoj bëj seminare. Kur të gjej për një seminar të mirë, akoma shkoj. Të vjen nga XY që e di që më bën mirë, edhe sikur 1% marr nga ai seminar me vete. Po mua është pasuri. Dhe këto gjëra janë që mungojnë, dhe nuk të lën të avancosh, nuk të lën të bashkëpunosh me kinematografinë ndërkombëtare. Pra është për mendimin tim është sistemi thelbësor që sigurisht pengon pastaj nga ana financiare, sigurisht pastaj që pengon nga ana e distributorëve, sepse distributorët duhet të shesin filmat shqiptar, duhet t'i prezantojnë nëpër botë. Po si do t'i prezantojnë ato? Ndoshta duhet një strukturë që të menaxhohet nga shteti, siç ka qenë dikur. Patjetër, ajo menaxhohet nga shteti sot, por është një strukturë shumë e varfër. Po, duhet po siç ka qenë dikur, me strukturuar, me rroga fikse që të gjithë të mbijetojnë të bëjnë punën e tyre pa patur frikën. Ja, po nuk ka rroga fikse, edhe këtu nuk ka rroga fikse. Kjo është një mendim i gabuar për shkakun. Sigurisht që në teatr, këtu ka teatrin shtetëror, ka teatrin e qytetit, ka dhe teatri kantonit. Të tre teatre që paguhen nga komuna, shteti, nga qyteti. Po ke dhe teatrin e lirë independent, që ato janë më shumë se sa këto tre linjat. Domethënë vetëm ke teatri shtetëror, teatri popullor dhe ke teatri komunal, hyn shteti ose hyn qytetit. Te komunal pagon vetëm një farë shumë, jo komplet,
kurse qyteti dhe shteti pagojnë komplet rrogën. Mirë po tek artistët e filmit dhe tek kinematografia zero. Ato financojnë producentët, financojnë buxhetet e filmit që bëhet një aplikim dhe janë producentët që të cilët kërkojnë lekë nga shteti ose nga bankët dhe nga institucionet private, sepse nuk është vetëm shteti këtu, ka dhe institucione private, ka dhe bankat. Ndoshta në Shqipëri nuk e kemi arritur akoma këtë nivel dhe ndoshta duhet akoma një strukturë më organizuar nga shteti derisa të kemi këto. Po këtu duhet të dalë, që edhe e kuptoj një farë mënyrë këtë pjesë, sepse filmi duhet shitet. Nëse ti po dhon 2 milionë euro për një film, ato 2 milionë euro ti duhet i marrësh mbrapsht, duhet i nxjerrësh. Dhe në Shqipëri ti nuk ke ato publik, nuk ke ato kinema. Domethënë, plus që Shqipëri ka humbur çik vëmendje për filmat shqiptar. Më shumë më intereso filmi jo shqiptar në Shqipëri, kinemave. Dhe po të shohësh, nëse filmi jon pa marrë kot, një shembull tek filmi i fundit, Një prej nesh. E gysit një javë në kinema, shkon shumë pak veta, filmi është i mrekullueshëm, sigurisht. Nesh nga Ergys Meta, ta përmendi. Po, sigurisht ose delegacione. I Bojari. Mori çmime ndërkombëtare, mori një nga festivalet të kategorisë A në Varshavë. Pra nuk u jepet kohë e mjaftueshme që edhe publiku të shkojë të shohë këto filma. Kjo është ideja. Jo vetëm se nuk jepet kohë, duhet t'i bësh interesante për ato. Duhet t'i japësh shanse, t'i japësh mundësinë atyre, t'i japësh kinema. Ne s'kemi kinema. No, e lën Tiranën. Nuk ke 3 kinema, po të tjera vende të tjera qytete. Shqipëria nuk është Tirana vetëm. No, tu ke festivale të vogla të mrekullueshme që s'janë në Berlin, që s'janë në Köln, si po janë diku Hofer është një fshat i humbur. Është një nga festivalet më dinjitoze. Ke në Oberhausen, festivali më i mirë në botë i filmave të shkurtër. Domethënë këto i shpërndajnë edhe në qytete të tjera, jo vetëm në Berlini, është Tirana. Domethënë dalim prapë tek sistemi, tek strukturat që mungojnë. Që këto kanë lidhje, këto kanë bënë me Ministrinë e Kulturës para me shtetin. Shumë e thellë. Në fakt ka sem, unë mendoj që do të jetë prioritet, sidomos nga ana e Ministrisë së Kulturës që të paktën, ne nuk po themi si shteti në çdo vend të humbur, po të paktën në qytetet kryesore, do ishte mirë në çdo qytet të kishte të paktën një kinema. Më shumë se një kinema. Por kjo që thuat të paktën minimalisht ja, të paktën 3 rrjeti, në çdo qytet një kinema. Do të mendosh që filmi nuk është vetëm thjesht se prodhuar një film. Vjen pjesa PR-it. Nëse do të kalosh në fushën ndërkombëtare, ti do pagosh shumë. Unë nuk harroj kur e përmend shpesh këtë tek filmi Genti Koçit, ishim të ftuar në Sarajevo për filmin Tita Zofil, ku aktore kryesore Onila Kapetani mori të çmimin në zemrën e Sarajevos për regionin, festivalit regionin, një çmim shumë i madh. Dhe ne kishim të ftuar ndërje Oliver Stone, regjisorin e famshëm amerikan, dhe i cili patën dhe fatin që natën e premierës na ftoi tek lozha e tij dhe na ftoi për një gotë verë. Dhe kemi edhe foto, aty është transmetuar madje. Ishte shumë interesuar për kinematografinë shqiptare, tha unë kam marrë dhënë Jugosllavi, kam prekur këto bregje ta. Mos kam marrë asnjë në Shqipëri ta, ku mora vesh të sot. Pikërisht sot, do jetë premierë një film shqiptar, unë nuk dua ta humbas këtë. Dhe na ngazolloi shumë. Unë u lidha dhe me Mihal, nga që ishim një hotel të madh të ftuar në mëngjes apo në darkë, ne shkëmbeshim njëri tjetrin dhe çuditërisht her pas here me menaxherin e tij. Dhe më tha mbas premierës të nesër në mëngjes po hanë të 2 mëngjesin, më tha Karsem, tha, kam një pyetje. Po i thash, tha Oliver, tha, ai do ja thoj vetë juve, tha, po është impresionuar komplet me filmin, tha, me mënyrën ta se si në Shqipëri bëhet film. Dhe ka një ide, po unë do të flasta me agjencitë e PR-it në Amerikë, a mund të kë keni këtu në festival poshtë, thash presidenti, zëvendës presidenti, kinematografisë shqiptare, regjisorë që u takojnë dhe në mbrëm, ka disa përfaqësues të qendrës të filmit shqiptar këtu. Okej, tha, mund të takojmë sot? Me fjalë, Janet, që quaj menaxher, jo Oliver Stone vet, po ajo po vite me fjalën e tij,
Dhe tha, jeni gati të investoni një farë shume, si thua, që të bëjmë parë, fillojmë parë, sepse ky film edhe mund të arrijë diçka për Oscarat jo të filmit amerikan. Dhe ajo tha një shumë që ishte maramendse. Me të ne mund të bëjnë një film në Shqipëri. Du të them që bëjnë filma dhe pa dashur gjeni në sektar. Nuk i një asnjë. Vetë producentët me mundësitë e tyre që kanë të vogla, ato bëjnë çmos, ato fit që pagojnë për të regjistruar për festivale, është të merre vërtet sa lek harxhohet për prap. Mash mundësi të vogla që kanë ato japin më të mirë anave. Mi po këtu mungo dora e shtetit që po që se ne të paktën për me përcjell kulturën shqiptare në arenën ndërkombëtare, aty duhet të ndryhen ato. Aty duhet të ndahet një buxhet ekstra për këto gjëra, e kupton? Domethënë janë shumë të thella, dalin prapë tek sistemi që mungon tërësisht. Aty jepet një X shumë dhe thot tani bën ç'të doni, po nuk është më ajo, është shumë e thellë, sepse një vend që nuk ka mundësinë të prezantojë kulturën e tij, diçka i mungon këtij vendi. Prandaj nga këtu duhet nisemi. Nëse ne nuk e kemi të qartë këtë pjesë, për çfarë flas? Për ta mbyllur, nëse do të ktheheshe pas në kohë, duke menduar se ti na tregove një pjesë, po kjo shumë e tepër, por nëse do të ktheheshe pas në kohë, a do të ribëje të njëjta të zgjedhje për të ardhur deri këtu ku je sot? Je i kënaqur me si ke bërë zgjedhjet e tua në jetë? Ne kemi një fjalë të urtë shqiptare. Po të bësh edhe një nuse do të dion si do të nuseroj, ha? Është kjo fjalë. Domthonë, po besoj që kjo na prek të gjithëve, jo vetëm mua, prek ty, prek mua, na prek të gjithëve. Shumë gjëra i shohim me kënaqësi, pra ai sa kemi arritur, mundësi që kemi pasur, por shumë gjëra i shohim atë syrin që mund t'i bëj edhe më mirë, po kisha një mundësi tjetër, ose ta mendoja ndryshe. Domthonë, ndoshta ky ishte predisponimi i jetës time që ky është rrugtimi yt. Kjo ishte rezervuar për ty si kasen. Dhe imagjinata ime nuk e kap dot më atë rikthimin brapsh, se çdo bëja më mirë për çdo bëja më keq. Ndoshta mendojnë që mund të bëja disa gjëra më mirë, por ndoshta mund të bëja edhe më keq. Domthonë që ajo nuk i dihet dhe të jemi të kënaqur se të jemi të gëzuar dhe me fat për atë që kemi në dorë dhe për atë që shijojmë për momentin dhe në radhë parë kemi shëndet. Sepse dëgjojmë shumë gjëra dhe tek e fundit dalim prapë tek ajo që pa shëndetin s'ka asgjë. Steve Jobs i Apple të fundit të jetës që tha të ngrej dikush dorën në këtë planet toksor dhe të thojë i marr unë sëmundjet e tuaja përsipër. Dhe unë i dhuroj komplet pasurinë time atij njeriu. Edhe pasurima nuk është pak, janë miliarda. Dhe unë prapë filloj nga fillimi, sepse kam shëndetin. Domthonë tek e fundit mbes ka shëndetin. Miliarda. Dhe unë prapë filloj nga fillimi, sepse kam shëndetin. Domthonë tek e fundit jemi të gjithë njerëzor toksor. Kështu që megjithatë unë të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim, për gjithë ato që na tregove. Mendoj që janë shumë interesante edhe për publikun dhe të uroj shumë suksese në projektet e radhës dhe në projektet e ardhshme. Faleminderit shumë, Asela, që më ftove dhe që patëm këtë bashkëbisedim të mrekullueshëm.